atëre, ka dikush që ka mendo diçka për shkak të eksperiencës që keni mësu edhe përshtypjes që keni pas për këtij trajnimi. Solit. Unë kisha pas qartë. Unë jam Donika Priqi, jam brand menaxher i dyqanit Mama Fashion në Prishtina Mall. Së pari jam e fat që punoj në kompani Minimaxit përderisa ka kontribu për njohuritë tona, për sukseset tona, sidomos ju kam përgjigj juve Deniz Gafuri për këtë trajnim që me zë kom prit realisht gjithmonë e kom pa në rrjetet sociale atë vullnetin tënd për me ndo me neve njohuritë tua, eksperiencën tënde, mënyrën që shma arrit. Sot për mu pas shumë rëndësi menaxhimi i kohës, njohuritë tjera për suksesin, bashkëpunimin me ekip dhe pika tjera që të cilat i cekëm, me të vërtet shpresoj që veç kam implementu këto njohuri që i mësova sa për juve. Faleminderit. Si të keni vetëm mbasi trajnimit solit? Vetëm në shenjë falenderimi dhe mirënjohje për të madhin Deniz Gafuri, i cili na mblodhi, i cili investoi gjithë kohën, gjithë potencialin, gjithë energjinë e tij tek ne. Deniz, jam falenderuese përgjithsisht dhe mirënjohëse pafundësisht, pa kufi, me të vërtet shumë. Unë jam Sherif Krasniqi, kam kënaqësinë që kom pjesë e këtij grupi të trajnim shitjes. Kam eksperiencë shitje më shumë se 10 vjet. Pavarësisht eksperiencës teme, e kom po të arsyeshme me bashkangjitë në grupin e Deniz Gafurit, sepse Deniz vazhdimisht na sjell risi me teknikat më të reja edhe shanset më të reja drejt tregut. Kështu që të falenderoj Denizin për këtë material që na ka përgatitur. Përshëndetje, unë jam Basim Goshi, jam inxhinier i kompanisë Muqa Solar. Ne kemi bërë një trajnim këtu te Deniz Gafuri me titullin Power Sales Skills. Gjatë trajnimit si përshtypje por, domethënë nuk është që kom prit diçka, po rezultatet e arritura me trajnim ma kanë ndryshuar mendimin edhe ka pasur rezultat jashtëzakonshëm të madh. Edhe këtu kena mësuar mënyra qasjes me klienta, kena mësuar fjalë që nuk duhet mu përdur me klientat tonë, domethënë fjalë të pesta të cilat nuk bëhen mi përdur gjatë takimit, domethënë si përshtypje është një trajnim që jashtëzakonisht jam lind. Një fjallë thash Denisit një ordinar kur të jep, edhe Denisi kur të mu shëm. E tash në të mbyllë shqipë. Gjatë këtij trajnimi kam mësuar shumë, jam falenderuese shumë. Kam mësuar që tregti gjithçka është shitja, një shitje moralshme, me vlera shumë të larta, kështu që jam falenderuese. Gjithëve ju bëj apel të ndjekni trajnime sepse janë shumë pozitive. Ju do të jetë mendoj eksperiencë. A kena ndonjë vjera? Sugjeru për të gjithë ata që shohin këtë video, mos të insistoni me hap një biznes, por me ndjekni trajnim të tillë. Shumë faleminderit. Do të kusht tjetër? Atë na do të thonë një budim. Okej. Nga ligjërata por jena më të jashtëzakonshëm, më energjik dhe më motivues për punë. Faleminderoj shumë jashtëzakonisht ty dhe stafit tuaj. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.